ka njerëz o musliman që sillen në këtë formë me Allahun Azza wa Jall. Për shembull, i thonë Allahut Azza wa Jall, në qoftë se ma largon këtë smuj, unë kom e dhanë kaq sadaka, ose në qoftë se ma mundson Allahu me pas këtë mirë, ose ma largon këtë keqe, unë kom e shku një herë numër për hir të Allahut Azza wa Jall. A lejohet kjo formë e cilënit me Allahun Azza wa Jall kështu? Në qoftë se ma ban këta, unë e baj këta. Jo, musliman, kjo nuk është e mirë, kjo nuk bjen me hajr heq. Kështu ka thonë Muhamedi a.s. Kjo nuk bjen hajr. Kështu sillet veç kapraci. Do të thonë, nuk sillet kështu me Allahun Azza wa Jall. Nuk i thuhet Allahut Azza wa Jall, në qoftë se ma shëron e vladin, unë kom e prej një kurban, ose unë kom e bë këta, kom e dhanë këtë sadaka. Në qoftë se më shëron, në qoftë se ma jep këtë mirë, në qoftë se ma mundson me martu e vladin, ku me bë këta, kështu jo musliman, kështu mos vepra. Kështu mos vepra. Kujdes, kujdes, kujdes. Mos u sill kështu me Allahun Azza wa Jall. Bëj çka të mojsh për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe lut Allahun Azza wa Jall për mirësisë tina. Domethënë, mos e provo me marr mirësinë e Allahut Azza wa Jall se ti e ban. Jo kështu musliman. Kush je ti me bë diçka? Ti me kanë me bë kështu shëru vetën, e vladin. E kështë martu e vladin, me kanë ti i cili mundesh me ba diçka. Të mënë ti e ke pa që s'u ban kurgja, ta shti thua Allah asë gjë në qofë se e ban ti, unë e baj për ty. Kush je ti me ba diçka për Allahën? A pëtin qëka i të thonë ti? Ti realisht, ti e ke vërtetu që në s'po muj me ba kurgja. Banet ashtë ti për mu së në e baj, kujnë e i të thonë shto? A për me vesh ke i të thonë? Shambull, edhe shambullit për njerëz që mirën janë larg shembujve të Allahut. Mirë po, e sa me kuptu, është sikur kur i thutë një miliarderit, bama, ndërtoma ati një shtëpi se unë e bajtë një diçka për ty, çka ban ti për ta? Ja bli një gotë ujë, çka ban ti për ta? Nuk i thuhet ati në ashtu, i thuhet, mëqme mu ma nëjsh një shtëpi, nëqma se s'kam, ama jo nëqma ati mu një shtëpi se une në tjetër vjetë ta bi një litër ujë. Qështu që kjo është ai që jo kështu musliman. Kështu mos u sillni me Allahun Azza wa Jall. Thuaj Allahut Azza wa Jall në dua, shërohe, një mana, lehtësana, ana mirësi. Ama jo unë e bam ati kështu jo me Allahun Azza wa Jall. E lusëm Allahun Azza wa Jall me në një kujdes. Në qoftë se ke ba, atëre konsultua një hoxha dhe kallëzoj çështu e kom ba, çysh me vepru tani. Në qoftë se ke ba, konsultua dikon një hoxh, edhe thuj kështu kom vepru, qysh mi aba tash, për shkak se në qoftë se ke thanë këtë premtim duhet me kry. Për shembull, në qoftë se ke thanë ti, nëse më jep Allahu Azza wa Jall këtë mirë, unë ku me ba qita, edhe kjo puna që ke premtu me ba, u kanë e mirë, do të me ba tani. Si për shembull, thu, në qoftë se ma shëron Allahu e vladin, unë ku me ba një umre, duhet me ba. Po në qoftë se është e keqe, nuk ban me ba. Për që ta po thëmë, e këshillon një imam, në qoftë se ke ba kësi premtimesh, qysh me vepru, Allahu Azza wa Jall na lehtësoft prej tash, kur mos ba kësi premtimesh, kur. Mos e thuaj Allahut Azza wa Jall, në qoftë se ma ban në të baj këta. Kështu jo me Allahun Azza wa Jall. Dhalikumullahu rabbukum. Ky pra është Allahu, rabbukum, ju ka kriju juve, ju ka formësu juve. Ti ka dhënë këtë mirësi, edhe ti ban kësi pazarësh. E lusëm Allahun Azza wa Jall me në bërë për muslimanët mirë.